Sot rreth orës 1:30 policia e Gosivarit ka arrestuar një 44 vjeçar nga Toplica dhe një 46 vjeçar nga Çegrani në ndyshimin për organizim të paligjshëm të luftërave me qenë. Mbrëm rreth orës 23:45 në hyrje të fshatit Toplic, policia hasi një grup personash dhe disa qenë me lëndime të dukshme e gjakderdhje. Gjatë këqyrjes u gjet edhe një qen i plagosur në një automjet. Pas dokumentimit të rastit do të ngrihet kallëzim përkatës. Dje rreth orës 19:50 në Raven të Gosivarit është arrestuar një 29 vjeçar i dyshuar se pas një mosmarrëveshje të shkurtër para një lokali kishte sulmuar me mjet të mprehtë një 21 vjeçar, duke i shkaktuar lëndime. Rasti po hetohet dhe do të ketë pasojë kallëzimi i përkatës. Dje rreth orës 9:50 policia e Gosivarit arrestoi një 39 vjeçar nga Gosivari i dyshuar për vjedhjen e një kulete në rrugën Mladen Gruevski. Pas dokumentimit të rastit do dorëzohet para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 21:30 në Urviç, në bazë të urdhrit gjyqësor është arrestuar një 43 vjeçar i kërkuar për vuajtjen e një dënimi me burg. Ai është dërguar në burgun e Tetovës për vuajtjen e dënimit. Sot rreth orës 1:25 në Bogovin, policia arrestoi një 56 vjeçar nga komuna e Vrapçishtit, pasi gjatë kontrollit në trafik u konstatua se drejtonte automjetin pa patent shoferi. Automjeti është konfiskuar dhe ndaj tij do të vijojë procedurë përkatëse. Dje rreth orës 21:20 një 45 vjeçar nga Tetova denonsoi se ishte sulmuar fizikisht para ndërtesës Kubanon në rrugën Blagoja Toska, pas një mosmarrëveshje për parkimin e një automjeti. Policia po punon për zbardhjen e rastit. Dje rreth orës 22:10 pranë sheshit të qytetit në Tetov, policë jashtë detyrës ndërhyn për të ndaluar një përleshje mes disa të rinjve. 3 të mitur u gjetën në vendngjarje, ndërsa një 17 vjeçar u ndalua për sjellje agresive ndaj policëve. Tek ai u gjet një boks metalik dhe alkooltesti tregoi 0.51 promil alkool në gjak. Pas dokumentimit të rastit do të ndërmerren masat përkatëse. Sot rreth orës 1:10 një 32 vjeçare nga Tetova denonsoi se dje pas dite ishte sulmuar fizikisht nga i dashuri i saj para ndërtesës Kubanon në bllokun 70. Ai është paraqitur vetë në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të ngrihet kallëzim përkatës. Dje rreth orës 17:55 qendra urgjente në Gosivar njoftoi policinë se një 62 vjeçar ishte dërguar me lëndime të rënda të marra gjatë punës në deponin Rusino, pasi kishte rënë gjatë përpjekjes për t'u ngjitur në një eskavator. Policia kreu këqyrjen në vendngjarje. Sot rreth orës 1:40 është raportuar zjarr në një objekt në ndërtim brenda rrethit të ish-fabrikës Tetex në Tetov. Nga zjarri janë ndjegur dërrasa, ndërsa flakët janë shuar nga zjarfiksit. Persona të lënduar nuk ka dhe policia ka kryer këqyrjen e vendit të ngjarjes.